Një kërcim që bashkoi dy zemra. Mbrëmja po vazhdonte, muzika ishte bërë pak më ritmike dhe atmosfera ishte mbushur me energji e gëzim. Disa po kërcenin në mes të dhomës, disa po qeshnin, të tjerë po bisedonin në grupe të vogla. Eliona, edhe pse ishte në qendër të vëmendjes gjithë natën, tani po shikonte përreth me një ndjesi të veçantë në zemër. Në një cep të shtëpisë, paksa larg zhurmës dhe dritave, qëndronte Klodi. Ai ishte ulur qetë, me një buzëqeshje të lehtë, duke vëzhguar gjithçka nga larg. Nuk ishte tipi që të hidhej menjëherë në mes të pistës, por prania e tij ndihej edhe në heshtje. Eliona e vuri re menjëherë. Sytë e saj u ndalën tek ai dhe, pa menduar gjatë, ajo vendosi të vepronte. Me hapa të sigurt, por plot ëmbëlsi, Eliona iu afrua. Muzika vazhdonte, dritat lëviznin lehtë dhe ajo qëndroi përballë tij për një çast. Klodi ngriti sytë dhe buzëqeshi, paksa i habitur. Eliona, pa i dhënë kohë të mendojë shumë, e kapi për dorë. Do vish, zemër, i tha me një zë të butë, por plot vendosmëri. Të kërcejmë bashkë. Klodi qeshi lehtë. Për një moment hezitoi, por mënyra si e shikonte Eliona, mënyra si e mbante për dorë, nuk i linte vend dyshimi. Në sytë e saj kishte gëzim, ftesë dhe një ngrohtësi që nuk mund të refuzohej. Po, patjetër, iu përgjigj ai, duke u ngritur në këmbë. Ajo e tërhoqi lehtë drejt mesit të dhomës. Muzika ishte tani më e fortë, më ritmike, dhe të gjithë po i shikonin. Eliona dhe Klodi qëndruan përballë njëri tjetrit për një çast, sikur po përpiqeshin të gjenin ritmin e njëri tjetrit. Pastaj filluan të kërcejnë. Në fillim, lëvizjet ishin të thjeshta, paksa të turpshme. Por dalë nga dalë, gjithçka u bë më natyrale. Eliona qeshte, flokët i lëviznin me ritmin e muzikës, ndërsa Klodi ndihej gjithnjë e më rehat pranë saj. Ata nuk po kërcenin për të tjerët, por për veten e tyre. Rreth e rrotull, njerëzit filluan të buzëqeshnin. Dikush tha me zë të ulët se sa bukur dukeshin bashkë. Dhe vërtet, ata ishin një çift shumë i bukur. Jo vetëm nga pam. Ja, por nga mënyra si lëviznin, si shikonin njëri tjetrin, si ndanin atë moment pa fjalë. Eliona e ndjeu një lumturi të veçantë. Ishte dita e saj e ditëlindjes dhe ky kërcim ishte si një dhuratë tjetër, ndryshe nga të tjerat. Një dhuratë që nuk mbështillej me letër, por mbetej në kujtesë. Klodi, nga ana tjetër, ndihej i qetë dhe i lumtur, sikur ajo dorë që e kishte tërhequr nga cepi i shtëpisë e kishte sjellë drejt diçkaje të bukur. Muzika vazhdonte, ritmi ndryshonte, por ata nuk u ndalën. Për disa minuta, gjithçka tjetër u zhduk. Ishin vetëm ata të dy, duke kërcyer, duke qeshur dhe duke ndarë një moment që nuk kishte nevojë për shpjegim. Kur kërcimi mbaroi, ata u ndalën pranë njëri tjetrit, paksa të lodhur, por shumë të lumtur. Eliona e shikoi Klodin dhe i buzëqeshi. E sheh? Ja vleti, i tha ajo. Klodi tundi kokën dhe buzëqeshi. Po, shumë. Ajo mbrëmje u pasurua edhe më shumë nga ai kërcim. Një moment i thjeshtë, por i mbushur me ndjenja të bukura. Një moment që tregoi se nëtë. Lot që flasin më shumë se fjalët. Mbrëmja kishte vazhduar me buzëqeshje, muzikë dhe zëra të ngrohtë, por askush nuk e dinte se momenti më i thellë emocional ende nuk kishte ardhur. Eliona ishte ende e rrethuar nga njerëzit e saj, me dhurata përreth dhe me varsen e floririt që i shkëlqente në qafë. Ajo buzëqeshte, falenderonte dhe përpiqej të mbante qetësinë, por zemra e saj ishte plot ndjenja. Në një çast, atmosfera ndryshoi lehtë. Nga mesi i turmës u afrua motra e saj. Ajo nuk mbante dhuratë të madhe në duar, as kuti apo lule, por në fytyrën e saj dukej diçka shumë më e fortë, dashuria e pastër e një motre. Ajo u ndal përballë Elionës dhe e shikoi drejtë në sy, me një shikim që fliste për vite kujtimesh, për rritje bashkë, për net pa gjumë, për gëzime dhe dhimbje të ndara. Motra filloi të uronte me zë të qetë, por plot ndjenjë. Fjalët i dilnin ngadalë, të menduara, sikur çdo fjalë të vinte nga zemra. Ajo i foli për fëmijërinë e tyre, për momentet kur kishin qeshur bashkë, për herët kur ishin mbështetur tek njëra tjetra pa pasur nevojë për fjalë. I tha sa krenare ishte për të, sa shumë e donte dhe sa e veçantë ishte për të. Eliona e dëgjonte në heshtje. Fillimisht buzëqeshte lehtë, por syt filluan t'i mbusheshin me lodh. Zemra i rrite fort. Çdo fjalë e motrës ishte si një prekje e butë në shpirtin e saj.
Ishin fjalë që ndoshta nuk i kishte dëgjuar shpesh, por që i kishte ndjerë gjithmonë. Kur urimi vazhdoi, Eliona nuk mundi më ta mbante veten. Lotët filluan t'i rrëshisnin nga syt, pa mundur t'i ndalonte. Ajo plasi në vaj, duke qarë jo nga trishtimi, por nga një ndjenjë e fortë dashurie dhe mirënjohjeje. Ishin lotë që vinin nga thellësia e shpirtit, lotë që mbanin brenda gjithë emocionin e asaj nate. Motra i u afrua dhe e përqafoi fort. Eliona u mbështet në kraharorin e saj dhe qau edhe më shumë, sikur të gjitha emocionet që kishte mbajtur brenda po dilnin në atë moment. Përreth, të gjithë u qetësuan. Askush nuk fliste. Të gjithë e kuptuan se po ndodhte diçka shumë e veçantë. Ajo përqafim ishte më i fortë se çdo dhuratë. Ishte një përqafim që thoshte, jam këtu për ty, gjithmonë do të jem pranë teje, nuk je vetëm. Eliona ndjeu një lehtësim të madh, sikur pesha e viteve, emocionet dhe mendimet ishin shkrirë në atë moment. Pas pak, ajo fshiu lotët dhe buzëqeshi mes lotëve. Ishte një buzëqeshje e vërtet, e sinqert, e bukur. Ajo e falenderoi motrën me zë të ulët dhe i tha se ky urim ishte një nga dhuratat më të bukura që kishte marrë ndonjëherë. Të gjithë rreth e rrotull u prekën nga ky moment. Disa buzëqeshnin, disa kishin lot në sy. Ishte një kujtim që nuk do të harrohej lehtë. Një moment që tregonte se dashuria familjare është më e fortë se çdo fjalë, më e madhe se çdo dhuratë. Eliona, atë natë, e kuptoi se 19 vjeç nuk do të thoshte vetëm rritje, por edhe thellim i ndjenjave. Ajo u ndje e fortë, e dashur dhe e mbështetur. Dhe lotët që derdhi nuk ishin dobësi, por dëshmi e një zemre të ndjeshme dhe plot dashuri. Kjo ditëlindje do një natë që do të mbetet përgjithmonë në kujtesën e Elionës. Mbrëmja kishte rënë ngadalë dhe qielli ishte mbushur me ngjyra të buta nate. Dritat ishin ndezur njëra pas tjetrës, duke krijuar një atmosferë të ngrohtë dhe festive. Në mes të gjithë kësaj bukurie ishte Eliona, e cila atë mbrëmje dukej më e bukur se kurrë. Jo vetëm nga pamja e saj e jashtme, por nga shkëlqimi që i dilte nga brenda. Ishte dita e ditëlindjes së saj dhe ajo po mbushte 19 vjeç, një moshë plot ëndra, shpresa dhe emocione të reja. Eliona kishte veshur një fustan elegant që i rrinte për mrekulli. Flokët i kishte rregulluar me kujdes dhe buzëqeshja e saj ishte e qetë, por e mbushur me emocion. Çdo njeri që e shikonte, ndalej për një çast dhe mendonte sa shumë ishte rritur dhe sa bukur kishte ndryshuar. Ajo nuk ishte më thjesht vajza e vogël e dikurshme, por një vajzë e re, e sigurt dhe plot dritë. Banorët ishin mbledhur të gjithë bashkë. Disa qeshnin, disa bisedonin, disa të tjerë përgatisnin surprizat e fundit. Muzika dëgjohej lehtë në sfond dhe krijonte një ndjesë gëzimi që ndihej në ajër. Eliona mbante në duar tufën e bukur me lule që kishte marrë më herët, por ende nuk e dinte se çfarë momenti i veçantë e priste. Në një çast, vëmendja e të gjithëve u përqendrua te Klodi. Ai u afrua ngadalë, me hapa të qetë, duke mbajtur në dorë një kuti të vogël. Duke i pak i emocionuar, por në të njëjtën kohë i vendosur. Në sytë e tij dukej se kishte diçka më shumë se një dhuratë e zakonshme. Ishte një moment i heshtur, por shumë i fortë. Klodi u ndal përballë Elionës dhe ia zgjati kutinë me një buzëqeshje të sinqertë. Eliona e mori dhe e hapi me kujdes. Kur pa brenda, syt ju hapën nga surpriza dhe gëzimi. Ishte një varse floriri, e bukur, e ndritshme dhe shumë elegante. Drita e mbrëmjes reflektoi mbi të dhe dukej sikur shkëlqente edhe më shumë. Për një çast, Eliona mbeti pa fjalë. Pastaj buzëqeshi fort, me një lumturi të pastër që nuk fshihej dot. Ajo ishte shumë e lumtur. Ky nuk ishte thjesht një send i bukur, por një dhuratë që kishte kuptim, kujdes dhe ndjenjë brenda. Klodi ju afrua edhe më shumë dhe, me shumë kujdes, i avuri varsën në qafë. Ishte një moment i qetë, por shumë i bukur. Eliona ndjeu një emocion të veçantë në zemër, sikur ajo varse të ishte bërë pjesë e saj në atë çast. Ajo e preku lehtë, ende e habitur dhe e lumtur. Në të njëjtin moment, të gjithë banorët filluan të këndonin këngën e ditëlindjes. Zërat u bashkuan, duart trokisnin dhe atmosfera u mbush me gëzim. Kënga jehonte në dhomë dhe Eliona qëndronte në mes, me varsën e floririt në qafë, duke buzëqeshur me sytë që i shkëlqenin nga emocionet. Ajo ndjeu se ishte vërtet e dashur. Çdo fytyrë përreth saj ishte plot buzëqeshje, çdo zë ishte i ngrohtë. Ishte një ndjenjë që nuk harrohet lehtë, një ndjenjë që mbetet gjatë në zemër.
Për Elionën, kjo ishte një nga netët më të bukura të jetës së saj. Kur kënga mbaroi, Eliona falenderoi të gjithë. Zëri i saj ishte i butë, pak i dridhur nga emocionet. Ajo e dinte se